e rëndësishme në fundit është të fitosh vetveten dhe pastaj publikun. Ka qenë pak edhe në faktin që koncepti im për atë format shkonte në kundërshtim me konceptin që kishin shumë banorë të tjerë. Edhe duke qenë një person që jam shumë tolerant, që nuk debatoj në jetën e përditshme, mundohem që t'i zgjidh gjërat edhe në një konflikt, dua ta zgjidh me dialog, duke biseduar, aty ishin ca gjëra aq të vogla që bëheshin aq të mëdhaja që mua më dukeshin realisht absurde. Dhe kjo ka qenë një tjetër vështirësi për ta menaxhuar, por unë e vendosa që do të bëj vetveten, sido që të shkoj situata. E rëndësishme në fundit është të fitosh vetveten dhe pastaj publikun. Edhe për mua ishte rëndësishme që sikur edhe një pjesë e vogël të publikut që më kuptonte, për mua mjaftonte. Kështu që e kam çuar deri në fund. Me paraqit atë gruan e fortë, shembullore, që ndoshta jo shumë e ka njohur edhe personalisht si është. Besoj se po. Në Shqipëri sigurisht që më njohin pak më shumë, në Kosovë më pak. Edhe kjo ishte edhe një nga arsyet që unë pranova